Atëherë, kjo është një futer design që ne dhe me thënë do inspirohemi edhe do nisim të bëjmë. Ok, atëherë shkëm tek plugini headeren të futer, si fillim me krijum headeri, që ishte headeri kryesor, e që është dhe me thënë kjo headeri të lartë, e tash na duhet ta krijojmë një futer. Çka bëjmë? Shkrim atë dhe new të lartë, edhe tash e shkruajmë futer. Në shkruajmë futer, ose futeri kryesor, edhe type of template, çka është type-i, lloji i template-it, është footer, edhe display on, dhe me thënë këtu e si e zgjedhëm, entire website, edhe e bëjmë publish. Pas që e bëjmë publish, shkrim edhe e bëjmë edit with Elementor. Ok, tash dhe me thënë fillojmë edhe e krijojmë një footer. Si fillim e marrim një kontener kryesor, e vendosim emrin footeri. Ok, tash brenda këtij konteneri çfarë kemi? E kena një kolon që ka një logo, një description, rrjetet sociale, pasi kena një kolon tjetër që ka text, text, text. Do të thonë janë katër kolona, edhe në fund do të thonë është një footer i vogël që ka do të thonë këtë 2025 edhe këtë privacy policy e kështu me radhë. Tash e bëjmë po të njëjtën, këtu. Çka bëjmë? I marrim do të thonë me grid. Do të thonë çka gridi? Gridi është një prafërsisht si kontajneri, mirë po është që brenda kësaj mund vendosim ne më shumë kontajnera edhe më shumë rresha dhe kolona. E tash ky gridi përbëhet prej rreshave dhe kolonave. E tash neve na duhet, domethënë, të kemi uh, dy rreshta në moment, tash shkrim tu sa ka, të domethënë ka dy rreshta, rreshti i parë, cilën e quaj rreshtë e parë e quaj unë komplet këtë, domethënë që është logoja, teksti, edhe rrjetet sociale, domethënë kjo, ndërthimi i kësaj në mënyrë horizontale është një rresht, edhe kjo dyta poshtë të ka vijën ndarse, një vijë këtu brenda, edhe kjo poshtë, domethënë është rreshti i dytë që është 2025 edhe këtu. Edhe i ka kolonat, kolonat ndahen tash lart. Kolona e parë, kolona e dytë, kolona e tretë, kolona e katërt, edhe për rreshin e dytë ka dy kolona, një, dy. Me drejt ka një, dy, tre, katër, njëjtë edhe poshtë. E tash shka bëjmë? Shkrim tek rreshti i parë, këtu domethënë tek gridi, kena mundësi të më thënë tash të i rrisim të kolonat. Për shembull, nëse unë e bëj këtu tre kolona, i kena për moment. Nëse unë e bëj këtu katër, ja këtu do rriten domethënë kolona. Shifni tash. Ja, pra domethënë këtu rriten kolonat. Nëse e bëj 5, 6, 7, e kështu me radhë, ose e zvogëlojmë, të bën di kolona. Këto e në janë kolona. Tash ku di shty rreshat janë këto poshtë. Rreshat janë këto poshtë. Kjo kur do po do të thonë do të mëson mirë rreshat edhe kolona, dallimi mes rreshave dhe kolonave. Nëse këtë e mëson mirë, do të thonë nuk shumë shpejt e kap konceptin dhe strukturën e një website. Ne për momentin e kena do të thonë dy rreshta, edhe i kena tre kolona fix. Me drejt i kena katër kolona. Ja, pra, i bëjmë katër kolona. Te kolona e parë e fusim një kontajner që e emërtojmë me emrin logoja për shembull. Ose ma mirë e emërtojmë me emrin kolona e parë, më saktë. Kolona 1. E tash te kolona e 1 çfarë kemi? Te kolona e 1 kemi do një logo, një tekst edhe rrjetet sociale. Te kolona e 1 kena logon, shkruajmë edhe e shkruajmë logon, site logo, e fusim brenda në kolon, e kena tekst, ndër logon e fusim,
Ja, pra të edhe kjo ngjyra pink bëhet më e trash, që në kupton se ky element vendoset ndër logon, më poshtë se logoja, edhe shkrim e marrim rrjetet sociale, edhe vendosim ndër tekstin, nga pra, edhe shkrim e zgjedhim një logon, e marrim logon, edhe tekstin e lejmë që siç është, edhe rrjetet sociale, i lejmë dhe më thënë kështu si shënë, s'ka nevojë bëjmë në dizajn, ose diçka tjetër, thjesht të i mësumë edhe në kalumë mund t'i lëvizim si ty ne, edhe i lejmë nuk në alignment left. Ja, pra, të më tash e bëm kontajnerin e parë, kontajnerin e dytë e kena do më thënë produkt, edhe kena këtë këtu. Çka bëjmë tash? Shkrim e marrim një kontajner, e vendosim të kolona e dytë, shkrim edhe e emërtojmë kontajnerin, edhe ja vendosim në një kolona e dytë, tash e kolona e dytë çfarë kemi? Kemi një title, që lexon produkt, edhe kemi një listë me 4 emra. Çka bëjmë? Shkrim e marrim title-in, edhe le fusim të në emrin produkt, ose shqip produktet, edhe pak më poshtë e kena një listë, shkrim të shkruajmë listë, edhe kena këtë ikon listë, edhe dhe me thënë këtu ikonat që largën, tek pjesa ikon, e kena këtë mundësin të delete, a largëm ikonën, të tjera t'i fshin, edhe shkruajmë të për shembull listën për tek produktet dhe shkruajmë për shembull produkti i parë, produktin e parë ta quajmë nesër të ardhmen kena ndonjë dyqan online edhe i ndajmë në kategori dyqanin online, për shembull, edhe kena dyqan me tesha ose me gjëra parfume ose me çanta ose pa marrë parasysh se çfarë dyqani mund kena, edhe i ndajmë me kategori, edhe për shembull ta quajmë me parfume, edhe i ndajmë për shembull të parfumet për meshkuj, edhe bëjmë të duplicate, një, dhe janë ndryshim emrin, edhe bëjmë të pushim për femra, edhe për shembull këtu pastaj bëjmë parfum kategori tjetër, që i kena parfumat e Tom Fordit, parfumat e për shembull Giorgio Armandit ose një film tjetër. Ok, i lejmë dhe më thënë 4, 4, edhe shumë të pjesa tjetër, këtu, kena njëjtë edhe këto në t'i bëjmë parfume, mirë po është njëjta, çka bëjmë ne tash që mos shumë t'i bëjmë një nga një, të kolonën në dytë, e bëjmë duplicate, edhe ja vendosim emrin kolona 3, edhe një herë bëjmë duplicate, që mos lodhemi shumë, ja vendosim kolona 4, edhe këta tash të produktet, për shembull këtu mund t'i vendosim brandet, edhe këtu mund t'i vendosim për shembull çfarë mund të lidhet diçka kategori me parfumet, ose prodhimi për shembull prej nga vin, ose ajo pjesa e aromës, a është e lehtë, a është e rëndë, e kështu me radhë. Mirë, po kjo është diçka që e marr si shembull pjesën e brandeve, produkteve parfumove, sepse vetë kam punuar me parfuma, e, edhe tek brandet, për shembull i shkruaj brandet më të njohura që prodhojnë parfuma, nga ata që të çfarë brande shka, nëse mos i ma the, edhe i vendos gjitha këtu, edhe këtu e ke një futer që i orienton dhe me thënë konsumatorët ose userat që hinë në website, edhe ku mërin të fund të website-i, shikojnë dhe me thënë futerin me
dhënat kryesore. E ta shka bëjmë, tash e kena, do me thonë, kolonën rishën e pare sosën, tash kena rishën e ditë, që kena një tekst ultimi 25, shka bëjmë, mirë po mes tyre kemi një vijë, atë vijën dhe vendosim pastaj, ta vendosim si fillim një tekst, një title, edhe tu për shembull e vendosim emrin e copyrighti, për shembull 26, edhe vendosim emrin e firmës, për shembull Parfumes, edhe shumë të edhe ok, edhe këtë e bëm me bloget, kemi H6, edhe ke kolona tjetër, marrim një kontajner, edhe i fusim dhe më thënë të privacy policy, terms of service edhe këtë cookies, çka bëjmë? E marrim një tekst, edhe e shënim dhe më thënë tu, ok, të bëjmë duplicate, kontajnerit i themi direction horizontal, kështu do në të rënditën, edhe një e bëjmë duplicate, edhe të vendosim terms, dhe të vendosim cookies, ok, edhe shkrabëm dash, dhe të kolona, të kontajneri, mm, të title një fillim e kina vendosmi, për nuk kina fut kontajner. E fshim, e fusim një kontajner, e tu e vendosim emrin e kontajnerit më poshtë, e vendosim për shembull kontajneri, futeri, dytë, kolona, një. Tash dhe fus një kontajner në fillim, dhe pastaj fusim title-in, se harrova në fillim të fus kontajnerin, edhe e vendosim atë që e vendosim fillim të 26, parfumes, pa, kjo është edhe për portfolio. Për portfolio, nëse, nëse e bëjmë për portfolio, për shembull këtu tek portfolio, mund t'i vendos tek produktet të shkruaj të projekte. Edhe poshtë tek projekte, për shembull e shkruaj projektet për SEO, projektet për web faqe, projektet për social media, edhe projektet për design. E tash të kjo dita, çka bëm? Për shembull, këtu e vendos këtu i vendos për shembull, çka mund vendosim këtu, tek shërbimet, ose shërbimet i vendosim, shërbimet, edhe tu i vendos shërbimet që ka bën, për shembull, SMM, SEO, services, WordPress, services, edhe për shembull, çka mund bësh tjetër, design,
Ja, pra. Edhe në fundit, për shembull, tu mund ta lësh kontakti edhe i shumë detajet, kontaktin, edhe në fillim e shkru për shembull kontaktin, numrin e telefonit plus 355 256 89 e kështu me radhë. Pak më poshtë e vendos emailin kryesor, për shembull info@domaini.com, edhe pak më poshtë vendos për shembull lokacioni. Lokacioni për shembull e vendosim në Tiranë, për shembull tash një lokacion Tiranë, Astir, po marrim Astir, Astir, Tirana, Albania, Astir, edhe pak më poshtë e vendosim diçka ndonjë detaj tjetër që mund ta kemi. Unë nuk e di tash tek website-in çfarë detaje kam që më kujtohet. Për unë i kom vendosë në fund info të mia, Hamburg, qyteti ku je, edhe këtë e vendosim. Dhe vendosim edhe këtë. Po, ja. Kjo është një kombinim që ne e bëjmë dhe më thënë, për shembull këto kolonën tjetër e fshi. Për shembull këtë e fshi, nuk është pa gjithë të sa bëjmë. Ngriti që themi një kolon, pastër, edhe lejmë kështu futerin. Edhe mirë po këti futeri, do të thënë këtu është pak më i gjerë, këtu është më i ngushtë. Çka bëjmë ne tash? Këto kolonat, secila prej tyre ka madhësinë e njëjtë, ne këtyre madhësinë mund të ndryshojmë. Për shembull, i themi komplet kolona, gridi është 100%. Tash do t'i ndajmë ne domethënë katër kolona në përqindje që kolona e parë të jetë më shumë përqindje, të tjerat të jenë më pak. Për shembull, kolonës së parë i themi 40%, kolonës së dytë i themi 20%, që bën 60%, kolonës së tretë plus 20%, 80%, edhe kolonës së katër plus 20%, do të bën 100%. Jo këtu, se gabim në bëra, në këtu. Okej. Në madhësi, mirë po, do të një moment, do t'i kthej edhe një herë. Okej, tash do këto ta bëjmë atë madhe, herë te gridi, i themi space between, mirë po nuk e mja ka tash të opcionin space between. Ja të install name and position and link kështu, e bëjmë gjithë futer, edhe javë ku bo futeri, tash do ta shikojmë website-in komplet, si o lidh me futerin. Tash nësi japim refresh komplet website-in, edhe shikojmë në fund që është bo dhe më thënë futeri, jo, o bashku vetë futeri. Kjo është futeri, e që ne këtu lartë për shembull mund t'i japim një ndërprerje këtu, futeri, për shembull, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
Këtu mund t'japim një vijë, një divider, lejmë për shembull dividerin full, edhe edhe në publish, japim refresh, ja vrat në ku e bëm darjen, edhe kjo dhe më thënë dihet se është futeri në fund, edhe në fund ku më të futeri, përsëri shfaqen domethënë projektet, shërbimet, edhe kontakte detajet të tuaja, domethënë që mund të gjeje klienti direkt, ta marrë emailin, telefonin, rrjetet sociale, një bashkëpunim të vogël për ty, logon, e kështu me radhë. Kjo është domethënë një futer standard. Zakonisht domethënë në 80% të rasteve do e shihni këtë lloj futeri standard. Ndoshta pak dizajni do të ndryshon, mirë po kjo është lloji standardit me 4 kolona. Futeri me 4 kolona është një prej futerave ma ma të përdorur. Ka edhe me 3, edhe me 5, mirë po kjo është ajo mesatarja që përdoret më së shumti. A ka ndonjë pyetje se përket futerit? Okej. Atëherë, dhe me thënë, mbaroni edhe ju komplet website-in për juve, bashkë me futerin, edhe ta shikoj dhe me thënë këtë website-in, ta si ta vëni, ma dërgoni, nuk është shumë pa që të t'ju apë do një kohë limiti, mirë po, ta keni normal për juve, që ku të filloni në LinkedIn të aplikoni, gjoz, të gjeni, dhe me thënë njerëzit, të ta keni një portfolio të mirë, nuk e shkrim në LinkedIn, mund dhe jetë e LinkedIn për personal, nuk e shkrim të profilin, ok, tash, dhe me thënë, të keni një vëmendje. Uh, si do ta bashkëngjesim në LinkedIn, sa kohë nuk e kemi aktiv si website. Pa, tash, skur, për ta bashkëngjit në LinkedIn, ti nuk është pa ti të ta bashkëngjesi shumë njerë, mirë po kryesor është ta bësh profilin shumë njerë, pastaj tu ke opsionet që mund të vendosësh projekte edhe me një lloj mënyre tjetër që do ja tregoj tash. Nëse LinkedIn do e vendosësh, domethënë këtë website do e vendosësh në moment kur dhe kesh gatshme me projekte tjera edhe me dizajn të mirë, për shembull, nuk është për shembull patjetër të nxitosh. Ma mirë është pak për shembull pak ma vonë, mirë po ta bësh një dizajn, një profil të mirë, ë edhe pastaj domethënë ta kesh si referencë kryesore. Mirë po LinkedIn është edhe vet portfolio në vetë është. Domethënë, LinkedIn është vet portfolio vetë se ka opsione ë të punu pak me LinkedIn, mirë po tash ë domethënë e kemi rastin konkret tek unë, domethënë këtë e kom folë edhe në tjera vende, edhe kur kum bajt takime kështu online, meetupsa, trajnime tjera, gjithmonë ku kam shku, domethënë kum tregu që LinkedIn për mua domethënë është vendi ku këto 2 ditë e kam fjalën. S'ka problem, nuk është diçka që është problem. Qëllimi është për shkak edhe e lam ne që sot diskutojmë për LinkedIn. Pastaj ju në bazë kësaj që dia shpjegoj unë, atë që keni një model, filloni optimizoni LinkedIn-in tuaj, edhe bëni në mënyrë sa më profesionale, që ta keni për në talë. Si fillim, baza kryesore në LinkedIn është pamja të lartë, që është një cover. E te coveri duhet vendosë një dizajn që brenda asaj ngërthen një call to action
që shqip përkthehet një veprim ose një ndërmarrje e shpejtë ose diçka që bie në sy, edhe një përshkrim për vetë vetën, jo shumë të detajum, që jetë që të bëhet mos i lexueshëm, një po të jetë diçka e thjeshtë që flet për pozicionin tënd, edhe një kontakt që dikush mund të gjende më njerë. Ajo, për shembull tash, dizajn e ke shumë për këtë pjesë, mund të inspironi dhe prej vende tjera, mirë po ajo që e kam unë, është për shembull si fillim pak më lart e kom vendos logon time, edhe anën e gjatë e kom vendos se kush jam unë. Më thënë jam SEO konsultant, do të thënë punoj si SEO, WordPress designer jam, edhe por punoj do të thënë me kompania me opcionin white label, kjo është një opcion në të ardhmen që do e kuptoni vetë kur punoni me klienta bashkëpunim. Edhe pak më poshtë e kom vendos, dhe me thënë, numrin të telefonit edhe website-in tim. Dhe me thënë, unë jam i specifiku, dhe me thënë, unë di shumë gjëra. Për shembull, di punë digital marketing, rrjetet sociale, Canva, design, shumë gjëra. Mirë po, kur di shumë gjëra dhe i shkruan shumë gjëra, njerëzit nuk besojnë shumë, se nuk ka shans të dish gjitha mi. Kjo do të thënë është fakt edhe ta keni kështu si parasysh. Uh, Gjithmonë si fillim, si kryesore, do t'i vendosni dy ose tre gjërat maksimum që jeni shumë ekspert. Pastaj si aftësi tjera, ju mund vendosni edhe më shumë. Tash doja të rregoj pak më poshtë se uh, si i kom vendosur unë. Me për këto ato kryesore do t'i vendosin dy ose tre çfarë bëni më mirë, ku jeni domethënë më ekspert, sepse njeriu tash kohën e fundit më shumë vlerësohet ekspertiza se uh, sa di. Ti mund dish sa dush, mund dish me pa, kur ai të thot, ok, tash dëshmova në vepër, ti domethënë nuk din ç'a dëshmosh. Kjo domethënë është ta vendosni titullin, çfarë punoni, numrin e telefonit, emailin edhe website-in nëse keni, nëse nuk keni, thjesht vendosni emailin tonë personal, numrin e telefonit, edhe do të kontakton me dikush në WhatsApp ose direkt në thjerje. Ok, pak më poshtë vendoset një foto profil. Fotoja e profilit duhet të jetë foto profesional, jo foto, e sidomos që ndodh tek një femrore që vendosin foto jo profesionale, vendosin foto Instagrami, foto të cilat domethënë janë në aspekt kështu jo të profesional. Kjo është një prej pikave më të dobta që hasim shpesh në Instagram, që do thënë vajzat dinë shumë mirë po vendosin foto jo profesionale e kështu me radhë. Ktu do të thënë do të vendoset një foto profesionale të vetes tënde, ë ose në vend të punës nëse je, ose në një vend që je, nëse je IT-s, bëj një foto që e shfaq ti IT, ose një foto vetëm fytyrës me background të bardhë në fillim, në prapavi që të jetë profesionale, e kështu me radhë. Kryesore do të thënë do të jetë foto profesionale të drejtimit tënd, e kështu me radhë. Jo dhe më thënë foto ashtu të Instagram. Pak më poshtë është emri, edhe këtu dhe më thënë LinkedIn e ka një lloj verifikimi, që kjo bëhet me pasaport. Mirë po këtë verifikimin LinkedIn ta nxjerr vetë pas një kohë. Pasi ti fillon një bësh aktiv, LinkedIn ta shfaq një notifikacion edhe thot që tash ke mundësi të ta bësh verifikimin me pasaport. Mirë po kjo është diçka që do ju vjen vetë nga LinkedIn. Edhe pjesa më kryesore është domethënë përshkrimi këtu. Ky përshkrim është përshkrimi më kryesor i mundshëm që ti domethënë i jep titull vetvetes tënde. Atash të ky përshkrim mund vendosni më shumë. Domethënë përshkrimin mund ta bëni pak më gjatë. Atash për shembull çfarë përshkrimi ku vendos unë? Unë tash e komentos përshkrimin për punën time. E komentos një përshkrim që jam domethënë full SEO. Ma kërkoj sot për nuk arritë të bëja se nuk më mori skanimi. Duhet domethënë me kujdes të lexohet ajo pjesa e skanimit sepse ndonjëherë ndodh
ka probleme, nuk e lexon atë pjesën e verifikimit kur e afron telefonin mbi pasaport, aty ka një kod, një chip ka që e detekton telefonin, shife para se me nis aty lexoj atë pjesën e udhëzimeve me kujdes, mirë po besoj se do bëhet, ndodhë edhe mund ka ndodhë që nuk është bërë, mirë po do bëhet, do të me kujdes të lexohet. Përshkrimi këtu në fillim është domethënë për mu, që unë e kam vendosur që jam full SEO, edhe e kam vendosur pastaj titullin e ditë për marketing, pastaj e kam vendosur pjesën tjetër për technical on page SEO, pastaj e kam vendosur këtë strategji, një prej strategjeve që unë zakonisht e përdor për SEO, pastaj e kam treguar që jam WordPress expert, edhe këtu në fund kam treguar që jam domethënë instruktor ose ligjërues online për kurse. Edhe domethënë të kompromjet vetveten time në këtu. Pak më poshtë e vendos domethënë qytetin ku jeton, këtu domethënë mund t'i bësh edit prej këtu. Këtu e bën edit, edhe këtu domethënë e vendos emrin, ndjemrin, këtu domethënë mund ta vendosësh të ai e femër, ai e mashkull, e kështu me radhë, nuk është e pacitërsueshme. Për headline është pika më kryesore. Në këtu tek headline, domethënë mundoheni ta vendosni emrin më kryesor, edhe këtu e keni current position, ku punon për momentin, këtu mund ta vendosni new position, e vendos domethënë pozicionin e ri, industrinë ku punon, edukimi, a ke sos fakultet, nëse ke sos e vendos të fakultetin, location domethënë e vendos qytetin, edhe kontakt domethënë qera çfarë ka, tek kontakt info, të do të thënë i vendos kontaktet e informatave, emailin, numrin e telefonit, website-in nëse ke, di website në një vendos, të do të thënë e bën të edit kontakt info, edhe i vendos informatat tuaja personale. Në kjo do të vendos në mënyrë profesionale dhe në mënyrë të saktë. Pak më poshtë e kena pjesën e about, ku do të thënë ti flet tash pak më detaje, me një përshkrim të ndin për vetveten, kush je, çka bën, e kështu me radhë. Tu do të thënë është kjo më shumë është pjesë e lirë, ti mund ta zgjedhësh tu vetë çfarë përshkrimi. Unë nuk është që kum bën ai përshkrim shumë të madh, mund më shumë du ta përshkrimin tim ta flas me vepra se sa me fjalë. Unë do komendos të një përshkrim normal kush jam, çfarë kum bë. Edhe këtu do të thënë pak më poshtë i ke top aftësitë tuaja më të mira. Unë për shumë aftësitë më të mira i kam në WordPress Design, Elementorin, SEO-n edhe këtë pluginin në SEO së Rank Mathi. Do janë domethënë aftësitë më të mira, më të forta që ekzistojnë që i kam në për moment. Dhe tu mund i vendosin në top aftësitë tuaja më të mira. Për shembull, ti që ke punu në bankë, e vendos se di mirë ta bësh menaxhimin e bankës ose kontabiliteti ose çfarë asistimi ke bë aty, edhe vendos pjesën e WordPress ose çfarë ke top aftësitë më të mira. Edhe këtu poshtë ke service, shqipe, tash tek shërbimet ti mund ta vendosësh nuk ka, edhe nëse s'ke tash për momentin website, ti këtu mund të vendosësh shërbimet, tek LinkedIn, sepse LinkedIn vetë është një portfolio në vete. Për shembull, këtu e bën edit, edhe këtu i vendos shërbimet e tua. Për shembull, ADD servici, ja pra. Këtu është e vendos shërbimin tënd. Një shërbim të ri e vendos. ADD servise, edhe këtu e zgjedh accounting. Për shembull, ti ke punu në bankë edhe mund të dinë edhe për financa. Edhe vendos për financa, për shembull, çfarë ke punu diskun, edhe i vendos shërbimin tënd. Allahu, për shembull, se ke punu me lidhje me sende në shtet ose me gjëra tjera pa marrë parasysh me dizajne, edhe vendos shërbimin tënd këtu e vendos. Po mund tek shërbimi mund vendosësh edhe detaje tjera. Për shembull, tek shërbimi, unë i kam dy shërbime, shërbimin për SEO dhe për WordPress. Edhe se tash e fshin atë, discard, një moment. Tash tek shërbimi, ti do të thënë këtu mund vendosësh përshkrim tek shërbimi. Çfarë ke mund vendosësh edhe çmimin, për shembull ADD servise, për shembull për financa, edhe këtu e ke për shembull accounting, edhe e vendos këtu.
pak më poshtë, kthehemi mbrapa, një moment, pak më poshtë, ti do me thënë tu i vendos detaje, ku punon pricing, për shembull tu unë e kam bërë për shembull për pricing, e kam vendos për shembull të më kontaktosh, pastaj të largoj çmimin, mirë po ti nëse i ke çmimet fikse, edhe e zgjedh në starting sa ti e sa hapi, orën sa e ke, e zgjedh domethënë tu me euro ose me valutën që e ke tek shteti, edhe vendos për shembull orën unë e kam 20 euro, e kam sahatin, edhe i vendos domethënë edhe çmimet fikse. Kjo është shumë e mirë, kjo. Kjo mund të vendos një shërbime direkt tu. Pak më poshtë e ke domethënë pjesën e feature, këtu domethënë tek feature, kjo është pjesa ku i vendos ti top projektet më të mira që i ke bërë. Unë për shembull ky ka qenë projekti më i mirë që unë e kam priu deri tash. Edhe ku vendos tek feature, tek aty që është prej më të mirave, tek pjesa activity, domethënë të janë aktivitetet që i bën ti, domethënë postimet, gjëra të tjera. Edhe pak më poshtë është eksperiencë. Në tek pjesa e eksperiencës ti e vendos tu domethënë eksperiencën ku ke punu e kështu me radhë. Për shembull, për të krijuar një eksperiencë të re, e vendos të plusin, edhe e bën add position, edhe vendos të eksperiencë. Për shembull, unë kum punu, ti e shkruan që ke punu në bank, title, edhe e vendos për shembull menaxhere, drejtore ose për shembull direktor, menaxhim direktor. Title ne ke pas për shembull menaxhues, direktor menaxhues, employment, për shembull ke punu full time në bank, kompania e përshkatësuar, për shembull e vendos i bankave për kreditin ose ku e di pa marrë parasysh për kredit bankën, japra, shumë për kredit, edhe e vendos domethënë. Edhe i vendos kur ke nis, për shembull ke nis në janar, viti për shembull ke nis në 2015 ose në 2014, location, për shembull Tiranë. Mund të marrë shembull ti Esmeralda, për shembull, se kjo është edhe për tjerit, edhe nuk është, po mbasi më tregove, location, Kamera, shumë faleminderit. po, edhe e vendos location typing, në llojin a ke qenë domethënë a ke punu në zi, a ke punu hibrid, na herë për një shtëpi, na herë për një zi, a ke punu komplet për një shtëpi. Dhe për shembull, do të vendos sigurt në bankë është patjetër që jesh në prezant. Dhe e vendos për shembull on site, edhe të vendos një description. Tek description është mirë që ta vendosësh detajisht. Për shembull, e shkruan si fillim në vitin 2015 kam hyrë si praktikante. Pas vitit 2015 jam ngrit në pozitë si menaxhuese. Domethënë, e shkruan komplet karrierën tënde se si ke ecë si mecuri. Kjo domethënë jep një farë besueshmërie atyre që do e lexojnë. Edhe pasi e kryin këtë, domethënë del prej këtu, e bën postimi publish, edhe domethënë do dalë këtu domethënë eksperjenca. Për shembull, unë tash me eksperjenca ime e re, domethënë është te kjo kompania që kam hyrë unë, edhe kam shkruajtur domethënë eksperiencën para 2 muajve që kam hyrë, punoj domethënë komplet 100% remote punoj online, edhe kam shkruajtur për shembull çfarë punoj, për shembull jam head of SEO, domethënë jam kryesori i SEO-s, kompania, punoj me kontratë, jam në Hamburg për momentin, edhe këtu kam shkruajtur detaje se çfarë punoj. Falenderoj shumë. Tu do të thënë ku më shkruaj detajet, çfarë bëj unë për momentin, tu, i kam shkruaj me detaje. Tu për shembull e kam vendos pozitën në që e kam hap një akademi me këtë shokun prej Tiranës që e kam që japim një kurse. Këtu do të thënë është kompania që e kam hap para 2 vite, kompaninë time Lindëziri, agjencinë time nuk është kompani, është agjenci më shumë, që punoj komplet 100% remote. Këtu do të thënë është pjesa e trajnimeve të mia personale që është trajnime online që është domethënë ky website këtu që e kam marrë domethënë para një viti, domethënë kjo është e trajnimeve të mia personale, individuale, që është pak më specifikume, to trajnimi i bëj domethënë një nga një, domethënë tek a tek, këtë e kam lloj me modeli, domethënë të gjitha trajnimet këtu domethënë i bëj tek a tek. Ndërsa trajnimi gjigant që ka qenë edhe bashkë me juve kjo me SEO, dhe domethënë e kam bën grup edhe andaj edhe jemi atë grupi kryesor trajnimi gjigant në WhatsApp. Mirë po gjitha trajnimet domethënë i bëj individuale, domethënë. Trajnimet i kam të shtrenjta,
Dhe më thënë nëse e bëj trajnimin individual, mi po të e mësim WordPressin, Elementorin edhe SEO-n e mësim tek pa tek, edhe është një nga një, dhe më thënë, unë dhe ti jemi në trajnim. Edhe tu dhe më thënë ta mësoj, dhe më thënë, komplet prej në zero, prej në A deri Z, dhe më thënë, prej në fillim deri si gjesh punë, edhe referenca, edhe gjithë shka. Dhe më kjo është trajnim, dhe më thënë që ti ke mundësi të pyesësh gjithë shka, edhe zgjat më shumë, mirë po, normal është trajnim shumë më i avancuar, edhe shumë më efektiv. Pse? Sepse jena vetëm unë dhe ti jena. Kjo është, më thënë, trajnimi që e kulli strategjinë time, ku më dash ta kem të lloj trajnimi, sepse e kum parë që ndërrohet shqiptare nuk ka trajnim individual. Edhe këtë e kom mendu që, ok, do e paguash pak shtrenjtë, mirë, po e din që pas trajnimi 100% jam i sigurt që do dalësh, uh, dhe më thënë, me sukses, edhe kam, dhe më thënë, dëshmi që para prak për juve që nuk më keni njoh, do thënë, kur do ma shikoni LinkedIn-in, shihni postimet e mëhershme që kanë pasur domethënë studenta që pas trajnimit domethënë kanë gjetë punë edhe kanë marrë projekte e kështu me radhë. Pastaj domethënë e kam domethënë këtë produktin tim që e kam bënë një produkt rentals.mk, një web faqe për real estate, me kam bënë vet me WordPress. Pastaj e kam domethënë position tjera çfarë kam. Për shembull, i kam vendos domethënë tek kompania për programera, besoj se mund ta njihni, e ka profil ber, domethënë kam qenë instruktor i WordPressit vjet, domethënë kam qenë. Pastaj kam qenë në një kompani për SEO njëjtë, kam punu në mars 2015, afër 6 muaj, në kompania ka qenë New Jersey në Amerikë. Pastaj kam punu, domethënë 2024 kam punu me një kompani në Gosivar për car rental management system. Kam punu edhe këtu dikun 4 muaj. Pastaj kam punu domethënë një juli 2024 kam punu në Shkup në një kompani për sale një 4 muaj. Pas në 2023 kam punu gati një vit e gjysë ta quaj me një kompani të Tetovës si web designer, web developer që kam kriju website me WordPress. Pastaj kam punu në 2022 si internship në një kompani të Tetovës 4 muaj si front-end developer. Edhe në 2021, do me thënë ku e kom nisë karjerën, 2020 e kom nisë, në 2017 e kom bo fakultetin për informatik, mirë po atërës nuk është që kom punu këshu, mirë po karjerën kështu si e kom nisë, do me thënë, në 2021 para 5 viteve profesionale, edhe do tash prej atërës se kom vendosur të gjithë karjerën time, e kom vendosur këtu të çfarë kam punu. E tash kur hyn dikush në ndonjë klient edhe ma shef backgroundin, ma shef karjerën, edhe shef se çfarë hapash ku më arritu në bëjtë, më thënë, si ku më nisë fillim si internship, e deri tash si një ekspert i SEOs edhe një menaxhues i SEOs, edhe ai më thënë automatikisht më shkruan në privat edhe thot a mund të bëjmë bashkëpunime. Mirë po kjo nuk arrihet me njerë, kjo arrihet dhe më thënë me vite dhe me kohë. Mirë po pas një viti dhe më thënë, pas një kohë ja shef dhe më thënë të mirat edhe ja shef frytet ja merr saj pune online. Kjo është eksperienca, do të thonë vendosni mirë eksperiencën me një përshkrim. Gjithmonë vendosni një përshkrim se çfarë keni bë aty të ku keni punu. Pastaj pak më poshtë është education, tek education domethënë tu mund ta vendosni pjesën e edukimit, ku ke sos, unë domethënë e kam sos fakultetin në Tetov për informatik, domethënë e kam sos bachelorin në vitin 2017-2022 para 9 viteve të quaj pati. Edhe këtu i kena licencën në certification, do të më thënë i vendosë të gjitha certifikimet edhe licencat, unë për shembull ja dhash juve certifikatat, edhe ju çfarë do bëni, do vini këtu, do vini plus, edhe tu do më thënë do e vendosni një certifikatën time, edhe do e vendosni emrin e certifikatës, jo emrin do më thënë ku e keni marrë do më thënë certifikatën, emrin e certifikatës, do e vendosni për shembull WordPress, një moment, ose WordPress, ose SEO, çfarë ishte ajo, dhe shkruni tek certifikata, po është domethënë të vendosi kompaninë, kompaninë është domethënë tek trajnime online, ja pra do dalet të trajnime që e keni bërë tek unë, edhe kur e keni sos trajnimin, çfarë aftësish keni mësu këtu, edhe e vendosni foto, certifikatën, edhe kur të hyjë dikush do shikoje certifikatat,
edhe do dalin domethënë certifikatat tuaja, edhe këtu domethënë Esmeralda e ke domethënë pjesën e projekteve, ja ata. Këtu domethënë këtu do i vendosësh projektet e tua personale që i ke bërë, domethënë ku ke punu e kështu me radhë. Edhe tek projektet, domethënë e bëni ato të projekt, edhe vendos emrin e projektit, description çfarë ke bërë tek projekti, çfarë aftësish ke përdorur tek projekti, foto për dëshmi, kur e ke nis projektin, kur e ke sos, edhe a ke pas ndonjë shok kontributor tek projekti. Për shembull, e kena nisur me ti një projekt edhe ti e vendos se kontributor ka qenë edhe Iliri, për shembull se në Zenepi e kështu me radhë. Edhe njëjtë edhe ti Zenep, domethënë tek projektet tu, shte projekte që i ke bërë ti tek trajnimet paraprake që më tregove, edhe i vendos projektet, edhe tek skills, domethënë të janë aftësi. E tek aftësi, për shembull, unë kam vendos këtu plot aftësi. Për shembull, unë kam vendos aftësi këtu që kam aftësi për menaxhment, për teaching, për të mësuar njerëzit, kam aftësi për shumë gjëra ja, po gjithë ato janë aftësitë e mia që i vendos. Ato janë aftësi që ti i ke. Edhe këtu vendosi sa më shumë aftësi që i keni, edhe në fund e kena është recommendation, po kjo recommendation është kur dikush të rekomandon ti, për shembull mua më ka rekomanduar Kledi, kena bashkëpunim me Kledin, Kledi është prej Shkodrës, është një dizajner, kena pas disa bashkëpunime, edhe Kledi domethënë ka rekomanduar mua tek tjerit se domethënë prej bashkëpunimi me Ilirin, ka të një bashkëpunim profesional e kështu me radhë, edhe ju domethënë po të keni bashkëpunime mes nesh ose me unë me juve ose ju për shembull ju mund të më rekomandoni mua ose unë ju rekomandoj juve. Unë për shembull hyn tek profili i Esmeraldës, e shikoj që projektin e ka bërë mirë dhe them që unë e rekomandoj Esmeraldën se e ka kry trajnimin me sukses tek unë, edhe është e gatshme që të bëjë udhëfaqe profesionale. Edhe unë domethënë pa problem ju tek profili juve ju rekomandoj, edhe do ja bëj një rekomandim, kështu që kur i keni profilet e gatshme, më shkruani edhe do ja shkruaj një rekomandim që t'ju jap pak besueshmëri. Edhe te kurset, e keni pjesën e kurseve, që mund t'i shtoni kurset, edhe domethënë kjo interes është thjesht e LinkedIn, nuk ka asnjë gjë tjetër. Ky ishte komplet profili i LinkedIn, domethënë në mënyrë profesionale. Nëse arrin ta bësh të profil, normal kjo arrit me kohë, mirë po këto detaje që mund t'i bëni ju vetë t'i shtoni, kjo domethënë mund t'i shtoni. Mirë po tash pastaj postime të gjëra vinë me kohë, edhe eksperienca vjen me kohë. Mirë po, unë domethënë vështirësi kom pas plot në fillim, domethënë 2021 ku kom nis 2022 e kështu me radhë, mirë po nuk premton koha që t'ja shpjegoj historinë time, mirë po hinë lexoni tek postimet, hidni këtu tek postimet, shko tek show all postimet, edhe shihni tash postimet e mia, po domethënë pak më poshtë, lexoni postimet, sepse ka pas edhe postime ku kam shkru edhe për vetën time. Uh, ok, nëse okay, lexoni postimet kur keni kohë, edhe merrni edhe inspirim, domethënë ideja se si i bëj postimet unë, që t'i bëni edhe ju. Postimet unë i bëj me Canva, domethënë i bëj me Canva, besoj se edhe ju Canva e dini edhe e keni mësu. Unë Canva e blej, domethënë pro version, edhe tu domethënë qindra template kam që i përdor me Canva. Edhe dhe me thënë këtu dhe me thënë e keni komplet LinkedIn. Tash dhe me thënë e keni modelin tim, keni tek LinkedIn im, shifni se si i kom strukturu, për shembull të titullat, çfarë të bëni, për shembull shkoni tek ChatGPT ose tek Gemini, edhe ti për shembull ke punu në bank, edhe i shkru për shembull më shkruaj për shembull i thua LinkedIn kësaj më shkruaj një titull të fuqishëm për LinkedIn në bazë të aftësive të mia, edhe edhe ja ti aftësi tuaja për shemb. Dy pika dhe i thua për shembull se je drejtoresh e bankës, din WordPress, din SEO, din për shembull Excel, din Word, shembull di moto. Edhe i bën enter, atash kjo do ta bënë një titull pak më atraktiv. Për shembull ja pra, kjo. Për shembull kjo titull është shumë i fortë.
shumë mirë, për shembull. Drejtoresh banke, ekspert në SEO, zhvillim WordPress, specialist e optimizimit të dhënave, Excel. Edhe ti e merr këtë, copy, edhe vjen tek LinkedIn, edhe e vendos këtu. Me vendos, e vendos, domethënë këtu. Edhe domethënë bëhet titulli më atraktiv. Mjet edhe ti Zajnep, domethënë mund ta vendosësh për titullat tu çfarë i ke në karrierë. Ky është domethënë e gjitha sa i përket pjesës së LinkedIn. A ka ndaj pyetje? Një pyetje kam unë. Po. Te kjo feature që ti ke vendos projektin normalisht. Ne për momentin ta lëm bosh apo mund vendosim diçka të thjeshtë, nuk e di. Tek cilat pjesë? Te features që Po, kishe vendosur atë projektin gjigant. po. Ne çfarë mund vendosim apo mund ta lëm dhe bosh? Po mund ta lësh edhe bosh, nuk është diçka e patjetërsueshme. Nëse nuk ke për shembull ndaj projekt shumë atraktiv, mund ta lësh edhe bosh. Nëse ke diçka, për shembull tek features nuk ka patjetër ta vendosësh edhe projektin. Për shembull tek features mund vendosësh edhe një certifikat të mirë ose mund vendosësh edhe një diçka që mund të jetë për ti për shembull e veçantë. E kuptoj. Derisa të marrësh ndaj projekt të mirë, pastaj ndryshon. Okej, ndërkohë që unë jam mundur shoh diçka, se të bëj nisur nga ky shembull që morë, por realisht kur e kam bërë jam fokusuar vetëm tek SEO dhe te WordPress, nuk e kam përfshirë pjesën tjetër të eksperiencës. Flas për headline, për titullin. Lart. Po. E tek titulli mushë sa më shumë në titull. Shikoj sa ku vendos në tre E rresht. shoh prandaj po them. Kështu që Nuk e vendosi di si duket, nuk e di si duket kur e shikoni ju andes, ne jemi connect bashk. Ndoshta kur kesh komo ti hedhësh një sy ataj pak o gjë që kam bërë. ok, super. Unë më thënë nuk është që e kom pa këtë pjesë, kështu që tash e shikoj për e Jo, parë. sot në mëngjes e kam punur, të drejtën. Bëhem vonë edhe sot në mëngjes. Ok, tash vetëm do duhet një foto të mirë profesionale, WordPress E atë Elementor, do shkoj ta bëj në section. studio se kam në rak ta bëj kështu, se di që Ok, duhet. më thënë kjo më pëlqen. Mund ta vendosësh edhe eksperiencën e bankës që ke punu. Okej. Kjo më pëlqen mirë është. Highlights, dhe me thënë tu tash të ka bau të i vendos një përshkrim, eksperienca jote dhe me thënë është si freelance, ok, super, të mund të eksperienca shtoj edhe eksperienca që ke punu të banka dhe gjëra tjera, shtoj certifikata që i ke tek certifikata që i mësun bashk, Po, nuk kam arrit akoma. shërbimet e kështu me radhë. Mirë po kështu si ke nisë është mirë, tash mush edhe pak ma shumë përmisoj në bazë tyre që ti tregova unë tash. A kuptova. Po, do ta ridëgjoj dhe do ta ripunoj, nuk diskutohet, po punoja diçka që thash kisha pak brëndësi kur të punonim sot bashkë, kjo ishte ideja. Po, Prandaj u përpoqja ta shifja sepse e kuptoj akoma më mirë atë që më thua kur e kam parë disi dhe vetë. super. Tash ku di keni gatshme profilet, do një orë tjetër ku do e mbajmë, do të tregoj se si të bëjmë, domethënë si të gjejmë klienta, edhe si të shkruajmë, të marrim punë. Okej, okej, Ta në rregull. shfrytëzojmë LinkedInin maksimum. Shumë faleminderit ju. S'ka përse, Faleminderit shumë. s'ka përse, ok, atëres. Ju mund ta ridëgjoni këtë video, edhe i optimizoni profilet, nëse keni ndonjë vështirësi, ndonjë gjë, lirisht më shkruani në WhatsApp edhe ju ndihmoj më njëherë. Edhe Ilir të lutem, Po, se ndërkohë tani që po flisim, në lidhje me portofolion, unë personalisht kam qef që ta bëj si website, të marrë atë domenin, atë hostingun. Ka kështu të thjeshta pa një kosto shumë të lartë, për shembull për portofolio, se nuk kam hyrë të shikoj, po nga eksperienca jote, ja vlen, si ja vlen. po, kjo dhe më thënë, për hosting, e keni, dhe më thënë, unë e përdor Hostingeri, është një prej kompanive më të mira për website, është shumë i lirë, ka dhe më thënë çmime shumë të vëllitshme. Për shembull, për website, e ke për shembull këtu, uh, tash nuk di se ka ndonjëherë bën oferta shumë të mëdha. Për shembull, këtu pas ka një ofertë, ja pra. Do të thënë, uh, oferta është kështu, do të thënë. Oferta e parë është tre website ti krijosh, free domain për një vit, domenin e ke free, edhe i bjen domethënë nëse e zgjedhin për që tash do e bëjmë kalkulimin për një vit, domethënë tu e zgjedhin për 12 muaj,
plus domain i bie domethënë $40 për një vit. Kështu që mendoj se o lirë është. Apo gjë shumë letë që më Edhe serveri, edhe domaini, plus ke edhe 3 website të tjera të vendosësh. Mendoj se është shumë lirë $40. tani këto tre website të tjera mund vendosim dhe website në kuptimin që s'ka lidhje me mua, një njeriu Po, tim. bravo. S'ka lidhje me ty, nuk mund t'ja vendosësh një website klient. Do më thënë, nëse unë blej këtë, sepse ideja ime ishte kjo, nëse unë blej këtë për vete, unë mund bëj një website për një njeriu tim, t'ja bëj pa kosto fare, kam menduar. Bravo. Thjesht që edhe për eksperiencë, po edhe aty t'i bëj nder. Bravo, fix, bravo. Sa ma shumë Esmeralda bë website, nëse ke në familje që mund t'ju bësh free, bëja free, domethënë fito sa ma shumë experience. Ka një, është laborator dentar, nuk e di, t'ja bëj me sim të gatshëm, apo të bëj me elementar hap pas hapi, si që kemi bërë bashkë. Po, nëse është shumë i thjesht, bëje vetë. Nëse është më i komplikuar, merr thim të gatshëm tek Bloxi ose tek ato thimsa që ti të shpjegova në fillim tek ligjëratat. E kuptoj. E Po. kuptoj. Mirë, po Jam bëj do sa t'i më shumë shoh. projekte falas, besoj se pastaj pas një kohë do ja nxjerrësh ato E mundin. kuptoj. Okej. Okej, faleminderit se të mora kohë, faleminderit shumë shumë. As që diskutohet rira. Okej, atëherë. Atëherë, për nesër do shikim për orarin se si dhe lejmë. Okej, na Pastaj thuaj kur është më mirë. vazhdim pastaj javë tjera për trajnimin, vazhdim për orarin e SEO, sepse ende aty kena ligjata SEO, mirë po si të krijet tash Ramazani, besoj se mund edhe brenda javës t'i bëjmë ligjëratat që ta kryjmë sa më shpejt në mënyrë më intenzive. Mirë po tash mbrëmje është pak problem shkaku Ramazanit, iftarit edhe taravive, kështu që besoj se mas një jave do nisim edhe brenda javës t'i majmë më intenzive, ta kryjmë edhe SEO edhe do të kompletohen komplet kështu. Okej, perfekt. Okej, atëherë nëse nuk ka diçka, Nga unë jo, nga unë fundjavë të mbarë dhe falenderim dhe mirënjohje gjithashtu pafund për gjithçka që po na ofron. s'ka përse, jeni Faleminderit. të ardhur për çdo lloj ndihme. Faleminderit shumë. Faleminderit. S'ka përse, atëherë miropafshim dhe ndigjohemi. Pafshim.